nga Federata e Futbollit të Kosovës është shuma prej 24.985.000 euro. Ky është buxheti i vitit 2026. Shtuar këtu? Më falë, veç është një problem pak. Sa? Një kandidat që dënë me rikandidu për herë dytë, ishdo është pakten me prezentu në opinion për spordashtit, për menim temi, një plan program vetin, cilat janë preferenca tina, cilë ka me qenë prioriteti tina, qka menon për mrena 4 vite me bu me futbolin. Mesej që shkondosh me kom për menimin tem transparente, që na me ditë edhe me diskutu qëto që bëllu, qëto 26 miljon, ku kanë me shkue. Po tash ndoshta këtu i propozon, ose i tregon në ekspozen që shijet planifikuar të bëhet në planin zgjedhor. Prioritetet do të me qenë pak ma përpara që na, si sportash, njerë që dojmë sportin, mi po edhe me ditë. Nashta unë e kësha votu edhe me këponi kundër kandidat, kër e kësha po që e ko prioritet ma të mirë sportin, apet agim ademin. Po flasë shënish futbolist, se si njerë që du sportin e du futbolin. Për nëryshe na, këto e jem veç që më thonë, a i mundet ekspozejnë me bo në kuvend. Po dhe ekspozejnë të ta bëjnë kuvend. Aja është e vënë, aty s'kima, aty ma jo kryu puna, ma qka. Po mënej që gjithë të mjete, e shpresojmë edhe më rritë, se shpresojmë që Federata halo më zhvillu ma shumë, ishdosh me konë, mu po, të pakten një 4-5 prioritete. Cilat kanë me qenë, për shamu. Me dojnë me një konferencë? Me dojnë me një konferencë. Me thonë, unë e menej që në 2000, kur është kampionatë, kena me morë pjesë në Evropi, kena me morë pjesë kampionatë bote. Do është planifikuar gjatë javës së ardhshme, nuk dihet. Shpresoj. Ka kohë edhe 3 ditë. Unë e hina këshyra në vefoqë s'ka kur gjithë dhe ma. Jo, veç janë publiku të arriturat e Federatës. Po ja, po flasë. Dhe më tani në vefoqë. Qdo kandidat, edhe në qina politik. Programe në arshëm e ki fjollën. Po dhe ka... Ti po e lisi me politikë që duhet me dole. Po që është të funksionat. Për fëshota kema dinë. 24.985.000 euro marrët reale për vitin 2026. Hyrjet e cila planifikuhet të ndodhë në rast të kualifikimit për kampionatin botëror të vitit 2026 janë të hyrat nga FIFA 9.500.000, si dhe premia nga Qeveria e Republikës së Kosovës 1.500.000, total 11 milion. Në rast të kualifikimit i bie që buxheti tjetë dykun afro 36 milion euro për vitin e ardhshëm. Duke përfshi edhe premion dhe parat që Federata e Futbollit të Kosovës fiton në rast të kualifikimit në botërorin të vitit 2026. Shpenzimet që janë planifiku, tash tu i kemi ato cilat të përkërkan. Tu i kanë dërgu delegatëve, Arsim. Dështa është e parapom edhe me statut që plan programi shpenzimet e këtu të dërguan vetëm delegatë